Mirdita, mashtrimet në monologun e të dielës të Edi Ramës janë bërë si prallat e Nastradinit. Sot ai kishte përzgjedhur të fliste për naftën dhe për të mashtruar qytetarët se bordi nuk ka asnjë lidhje me çmimet, ndërkohë që bordi i tij dje njoftoi rritjen e çmimit nga 203 lekë që kishte njoftuar më parë në 215 lekë, pas një letre publike që i bën përfaqësues të kompanive të naftës, duke dëshmuar se ai bord është dhe mbrojtje të kompanive dhe jo të qytetarëve. Sërish theksoj se themeli i çmimit stratosferik të naftës në Shqipëri qëndron në taksën qeveritare të Edi Ramës mbi naftën 1.1 euro. Ndaj dhe ulja e saj duhet të jetë kërkesë e mbar qytetarëve shqiptarë. Edi Rama në monologun e tij foli për investimet e huaja për një konferencë me mijëra pjesëmarrës, në të cilat në të vërtetë janë dhe mungestarët e mëdhenj në Shqipëri. Unë duhet të informoj shqiptarët se gjatë këtyre 12 viteve të vetmet investimet të mëdha në Shqipëri kanë qenë investimet e kontraktuara që të gjitha nga Partia Demokratike. Ka qenë kaskada e Devollit, me cilën Edi Rama u tall dhe e përqeshi disa herë përpara. Ka qenë garsillësi Trans-Adriatik, i cili sot është më i çmuar se kurrë për mbar Europën dhe siç dihet, në kontraktimin e tij, Shqipëria luajti një rol përcaktues. Ka qenë Shell, i cili investoi miliarda në Shqipëri, por për fat të keq nuk gjeti. Nuk ka asnjë investitor të madh, në mënyrë absolute, asnjë investitor serioz që të ketë ardhur dhe vendosur investimet e tij në Shqipëri gjatë këtyre viteve, përkundrazi kanë ik investitor gjigant që vetëm në gjirin e Lazit planifikonin të investonin 1.5 miliard euro investime dhe shumë investitor të tjerë. Rrugë që shemen që të gjitha u ndërtuan nga klientela e Edi Ramës, sepse me i Albania ai përjashton të huajt nga pjesëmarrja në tender, për arsye se koha që u përgjigjet i Albania atyre është 38 ditë, ndërkohë tendrat kanë përfunduar brenda 34 ditëve. Pra, kemi të bëjmë me një cikël mashtrimesh. Së fundi Edi Rama deklaroi se do të fillojë dialogun, i damkosur dhe i diskredituar para shqiptarëve me dosjet Balluku dhe Akshin, që provuan se Edi Rama dhe Lubi Balluku janë hajdutët më kryesor të fondeve publike të miliarda eurove, që provuan se Akshi është kompani e familjes tij, e lindave të tij, e Ergyes Agasit, tani i diskredituar para shqiptarëve, por jo më pak para komunitetit ndërkombëtar, do filloj fushatën e mashtrimeve dhe të gënjeshtrave me mediat e tij të kontrolluara dhe me antarësinë militante të Partisë Socialiste. Në këtë rast u bëj thirrje qytetarëve të gjuajnë me vezë dhe domate përfaqësuesit e organizacës kriminale të kryesuar nga Edi Rama, të cilët së fundi vendosën të përdoren mandatet e krimit për të mbrojtur vjedhjet e Lubi Balluku dhe Edi Ramës. Mos u jepni asnjë vlerësim tjetër përveç se vezë dhe domate në drejtim tyre, kudo që t'i shihni në rrugë, në qeshet, në sallat e Shqipërisë.